kolegen Migena Neli në këto momente e cila po ndjek nga afër pikërisht marshimin e shoqatës të verbërve. Migena, të përshëndes, është një marshim simbolik ky i shoqatës të verbërve të Shqipërisë. Përveç se simbolik, kanë kërkesa, cilat janë pretendimet e tyre dhe nëse shteti i ka plotësuar kësaj shtrese të paktën nevojat bazike. Kërkesat e shoqatës të verbërve, të cilët kanë dalë sot në këtë marshim pikërisht në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, janë disa prej tyre. Ata kanë renditur rikthimin e shërbimeve të specializuara publike për personat e verbër në të gjitha fushat: rehabilitim, arsim të përshtatur, trajnime profesionale, punësim të asistuar dhe pajisje ndihmëse që sigurojnë pavarësi funksionale. Unë jam këtu për më sakt, për të qenë më konkrete, mund t'i shtrojmë një pyetje pikërisht Jonidit. Përshëndetje Jonid, jemi live në Syri Televizion. Cilat janë problematikat e tua më të mëdha pikërisht ndërsa përballesh me këtë mungesë aftësie nga? Problematikat tona si komunitet absolutisht që nëse do duam të ndalemi në gjithçka janë të shumta. Problematikat që ne kemi zgjedhur të shtrojmë në ditën e sotme janë imediate. Problematika thelbësore është problematika të cilën ne kemi ngritur vazhdimisht në çdo takim, në çdo mikrofon që na është drejtuar e tjerë, është problematika e shërbimeve. Ne duhej që sot kishim shërbime me standarde europiane, por fatkeqësisht këto shërbime nuk i kemi më shumë nga viti 2014 dhe pse përpara shërbimet speciale me shumë vështirësi ishin ngritur. Në vitin 2014 ne inauguruam gotinën tonë, e cila është më e madhja realisht në rajon dhe pikërisht në atë vit u ndërpren shërbimet. Në vitin 2016 u bë ligji i ri sa i përket shërbimeve, por fatkeqësisht edhe pse kjo kompetencë u kaloi bashkive, duket e bukur për të thënë do decentralizohen, por realisht nga bashkitë nuk është ofruar asnjë shërbim. Qoftë dhe nga Bashkia e Tiranës, e cila është një bashki që realisht ka kapacitetet më të mëdha në vend, nuk është ofruar asnjë shërbim special sa i përket qytetarëve të verbër, konkretisht komunitetit tonë. Por në këtë aspekt kjo vlen për të theksuar që pavarësisht se nga qeveria nuk kemi gjetur asnjë lloj vëmendjes, si thuaç, në këtë aspekt, fatkeqësia qëndron që edhe pse me ligjet që kanë qenë në fuqi deri në 2019, fatkeqësisht nuk është se këto janë fuqizuar, por pavarësisht kësaj, edhe me ligjin e ri ne nuk kemi gjetur mbështetje që në asnjë bashki apo qark të vendit. Ne kemi realisht drejtuar bashkisë. Ne vit për vit, para se të bëhen buxhetet, drejtojmë kërkesat në bashki, në qarqe, absolutisht, dhe para se të bëhet buxheti i qeverisë në Ministrit e linjës, qoftë tek e financave apo tek e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, por në këtë aspekt ne nuk kemi gjetur zgjidhje. Cila është përgjigjja që keni marrë me institucionet? Përgjigjja që ne marrim me institucionet është paktën nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, punojnës të saj, jo konkretisht drejtues, na kanë thënë që e keni të kotë se Qendra Kombëtare e Rehabilitimit të Verbërve nuk do të financohet. Sfundmi fatkeqësisht, edhe pse është qendra më e madhe në rajon, është një qendër prej 6500 m2, kemi menduar që ta nxjerrim në shitje, është e keq ardhur për ta thënë, por nëse nuk financohet, nuk vihet në eficiencë, është një pronë që është ngritur me mundin dhe me djersën e vetë verbërve, është financuar nga vetë verbrit dhe nga homologët tanë europian, dhe fatkeqësisht duhet ta kemi nxjerrë në shitje sepse është një pronë që nëse nuk përdoret normalisht, vetëm degradohet dhe është mundi dhe djersa jonë dhe nuk mund ta lëmë që të shkoj poshtë, vetëm për teka të institucioneve tona. Sa ju përkraq kryeqyteti në infrastrukturë në lidhje me të gjithë aftësinë tuaj për të lëvizur lirshëm? Mund të them me vetdije të plotë që infrastruktura jo vetëm në kryeqytet, por në gjithë Shqipërinë mungon totalisht, nëse do quhej infrastruktura e mjaftueshme ajo që është shtuar në 2-3 muajt e fundit, vetëm disa semafor akustik, për mua është e pamjaftueshme sepse me çfarë do të shkoj deri tek semafori. Ne kemi arritur, kemi mundsuar në kryeqytetin tonë, kemi bërë rrugë për çdo gjë të mundshme, që nga biçikletat e tjerë, ne kemi promovuar ato për një shirit në trotuarin ku kalojnë gjithë njerëzit për
një linjë për individët e verbur nuk është vënë, kam përshtypjen që nuk është menduar ndonjëherë dhe pse është kërkuar vazhdimisht nga ne. Cila është kërkesa që do i drejtoni sot edhe një herë qeverisë? Unë i kërkoj pushtetit lokal, po ashtu dhe pushtetit vendor që të kthejë vëmendje nga ne, qytetarët e verbur të Republikës së Shqipërisë, pasi nuk po kërkojmë asgjë më shumë se sa për të jetuar një jetë të pavarur me dinjitet të për të mos qenë barrë shoqërisë. Ju dëgjova rastësisht që keni marrë edhe një lajm të mirë kohët e fundit. Si e keni përjetuar këtë? Jeni bërë me djalë? Kjo ishte një çështje që realisht mua më zure pa përgatitur, nuk para flas për gjërat e mia personale, por gjithsesi normalisht që familja është një gjë që nuk përshkruhet dhe absolutisht është një gjë e bukur. Do doja çdo kush pavarësisht nëse është i verbur apo jo, nëse ka një aftësi tjetër kufizuar apo jo, të krijonte të kishte një familje të shëndetshme. Kështu në këtë lloj forme do t'i shërbente më mirë vetes vet absolutisht të shoqërisë. Faleminderit. Ndërkohë që e qartë Migena dëgjuam pra njërin prej përfaqësuesve të shoqatës së të verbërve të Shqipërisë, të cilët të shprehen pra se ka problematika të theksuara sa i përket sigurisht infrastrukturës që shteti ofron për këtë shtresë në Shqipëri. Po ashtu kemi dëgjuar pretendimet, ndërkohë që kërkojnë më tepër mbështetje dhe deri ku do të vazhdojë marshimi i tyre, Migena? Marshimi i tyre do të vazhdojë drejt Bashkisë së Tiranës Arnold, do përpiqen ndërkohë të marrë edhe të tjerë persona të cilët kanë të njëjtin problem, pra vuajnë në radhë të parë pikërisht mungesën e aftësisë për të parë. Përshëndetje zotrim. Jemi live në Syri Televizion. Cilat janë problematikat tuaja në përditshmëri? Nuk ka që t'jemi më keq më, me thonë të drejtë. O, Fezo. Lëshoj, ikse më gazetarja, Ne jena cop si t'fush, po ne bofta aje vetëm bashkëshorë që jena shokiro që dalim nga gjysore, për rrezë dielli, si thonë. Sa ju përkrah bashkia dhe qeveria në lidhje nga gjendja ekonomike? Bashkia po huj se fare. As nuk do me ditë gjon, nuk ka kokën gjon që a je me defekt, a si je me defekt, a ke siklet, a s'ke siklet, ke buk me hongër, s'ke buk me hongër. A përfitoni ndihmë ekonomike ose personi që ju shoqëron? Jo, marrë vetëm kujdesarin si i verbër, përkrajnë atë më që kujdesarin gruja, bashkëshortje, dhe vetë jam i verbër, si që vetëm këtë përfitoj. Qëtë gjosë s'kam asgjë, as njëm sociale, njëm ekonomike, jo, nuk ka. Ju faleminderit. Rrofsh. Migena, pra, duke dëgjuar pretendimet e të verbërve, shohim se kanë probleme theksuara sa i përket mbështetjes së shtetit, qoftë mbështetje financiare, përveç se infrastrukturës siç u shpreh i mëparshmi, por me sa duket pra kanë edhe mungesë të financimeve dhe sigurisht kjo shtresë e cila ka nevojë që të ketë më tepër përkujdesje. Nga ana e shtetit kanë thjesht atë pensionin simbolik. Po Arnold, një ndër kërkesat të cilët e kanë renditur edhe shoqata e të verbërve është rritja e pagesës për shkak të verbërisë me qëllim sigurimin e shanseve të barabarta për pjesëmarrje në jetesë të dinjitetshme. Është hera e fundit që është bërë një rritje reale këtyre pagesave, ka qenë viti 2009, ndërsa sipas atyre çfarë shoqata e të verbërve vetë ka thënë, më pas janë kryer vetëm indeksime të pjesshme dhe nuk ka asnjë lloj rritje të pagese për këtë kategori, të cilët përkrahin personat me ndihmë. Mirë, Migena, ne do të vjojmë ta ndjekim sigurisht këtë marshim të shoqatës së të verbërve, me sa shoh janë pranë Kryeministrisë, ku po kalojnë përpara zyrës së kryeministrit Rama dhe do të vijojë marshimi i tyre, ndërkohë që do të jetë deri tek bashkia, nëse do të ketë